isha në klip të Dafina, për shembull. Edhe shka atje rri me Dafinën, do më thonë, nuk patëm se që bëha dhe me shumë personazhe tjerë si Dafina, ose festa, gjana, këto evente, do më thonë tapete, budalliqe. Atjerë, kthehem shtëpi, edhe rri me Lulen, me Sondrin, me Kudion, me atat lagjës teme. Edhe ju them, nuk e di, për jetë jam këtu edhe janë të dyja, dy gjona që unë i du shumë fort. Të dyja personet e mia, edhe atje, edhe atë këtu unë i du shumë fort edhe nuk mund t'i ndaj. Një pikë tjetë uroj që t'i ndaj edhe ose gjaj mesin e ardhë. Nuk e di, për momentin e shtu e kam pa vetin vitet e fundit. Edhe ndoshta është dhe mosha, se unë e kam diskutuar të njëjtën temë me shumë njerëz që janë në moshën tonë, edhe mendoj që është edhe rrjetet sociale ndikojnë, për shembull unë do të shoh ty dhe unë do krijoj një mendim dua s'dua online. Unë e di dhe njerëzit me mua online. Unë i shoh edhe komentet për shembull në dhe them kjo s'ka lidhje hiç me mua, këto gjëra s'ka lidhje hiç me mua. Ama është perceptimi që krijohet. Për shembull unë, sepse ti në Instagram dhe TikTok do që të postosh gjën të gjitha gocat, ku ti dukesh më mirë. Gjën që shetë, se unë do t'ju tregoj njerëzve. Mirë, po unë për shembull dua të publikoj. Si kompjuter për çmimin aty te Prime që do bësh me çmimin e madh, unë i thash të blej rroba dhe ultoj botën që kush më njeh e din shumë mirë që unë s'do vaja gjë me çmimin, po. Po, bëre shaka. Që kanë atë mendim, se ta kenë atë mendim edhe nuk e mbret shumë. Po jo, në Instagram dhe TikTok unë nuk do postoja kur kështu, për shembull si çdo la sot para kamerës. Pse on kështu? Njësoj si ti, këtë do thoja.